Mos harrojmë që Ukraina megjithëse është një vend luftë, ka marrë statusin e vendit kandidat 6 muaj, mbasi filloi konflikti dhe ka filluar edhe negociatat për antarësim. Pra, po të nëse do niseshim nga një përkufizim klasik se profesion politika zgjerimit, janë thyer të gjitha rregullat dhe kushtet që parashikon një politikë zgjerimi për shkak se situata që kemi në Ukrainë. Ka një afërsi mes Trump dhe Putin, zoti Kamberi? Ka një anim të këtyre qëndrimeve nga administrata Trump? Presidenti Trump është bërë e dukshme që i ka një qëndrim krejt tjetër përse përket mënyrës se si e shef ai presidentin Putin, po patjetër, por edhe mënyrën se si shikon zgjidhjen e konfliktit, e kemi diskutuar dhe më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në administratën Trump u tërhoqën krejtësisht nga ndihmet e përdrejtë ndaj Ukrainës, e konsideruar një konflikt që i përket Europës dhe duhet ta zgjidh. Ajo ashtu si nga ana tjetër vazhdon ende të mbështesë me infrastrukturë, pra me pajisje ushtarake Ukrainën, por ato blihen nëpërmjet fondeve të garancisë, të cilat që do të thotë kjo afërsi do të përkthehet pasaj në marrëveshjen finale të paqes? Gjithmonë duhet kemi parasysh nëse kjo do të ndodhë brenda këtij trekonçi, pra Rusi, Ukrainë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk besoj që presidenti Zelenski do të dëshironte të lindte jashtë Europën në këtë marrëveshje. Pra gjithmonë nëse do të ketë një marrëveshje paqe, marrëveshja ka nevojë të garantohet. Kështu që Zelenski kërkon partnerin e tij që është Europa. Po, patjetër, një nga partnerët, por natyrisht dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak peshës. Ju e dim që ka pas disa formula të cilët u lanë më pas fillimit të konfliktit në Iran, që bënte fjalë deri për krijimin e një zone sigurie midis Rusisë dhe Ukrainës, për vendosjen e trupave që do garantonin paqen, por të cilat Rusia i kundërshtoi, veçanërisht po të ishin trupa nga BE kështu me radhë. Mirë, zoti Kamberi, Europa padyshim që kërkon që Ukraina të mos dalë humbur nga kjo luftë, sepse ka thënë që një humbje e Ukrainës do të thoshte një humbje e Europës përballë Putinit. Po Donald Trump, çfarë intereson Donald Trump në luftën në Ukrainë? Pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me luftën në Rusi-Ukrainë është bërë i qartë, ai kërkon që ky konflikt të zgjidhet, të përfundojë, pastaj mënyra se si do të jetë marrëdhënia midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës u materializua nga që quhet marrëveshja për materialet kritike që u nënshkrua në mars të vitit kaluar nga zëvendëskryeministja e Ukrainës edhe ministri i tregtisë i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe që tregon për shkallën e interesit gjeopolitik dhe gjeoekonomik që ka Amerika brenda Ukrainës. Ndërsa marrëdhëniet midis Rusisë dhe Ukrainës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shohin në raport me atë që quhet garantimi i krahut lindor të NATO-s. Pra sa i sigurt do të jetë kjo pjesë e territorit të Europës në raport me NATO. Mund ta kundërshtoj Donald Trump kërkesat e Putinit? Natyrisht do varet se çfarë do të diskutohet mbi tavolinë. Ne thjesht po hamencojmë për një tryezë. Ne hamencojmë por duke patur parasysh dhe qëndrimet e tyre, kanë qenë të qarta. Deri tani qëndrimet kanë qenë shumë të ndryshme, të paktën me përjashtim të ndryshme, po të qarta se cili në qastin që kanë ndaj kësaj po janë shumë larg dhe kur janë kaq larg ti nuk mund të flasësh për marrëveshje. Pra, zakonisht marrëveshjet nënkuptojnë që palët afrohen drejt një pike të mesme. Kur janë shumë larg, o mund t'i afrojë dikush tjetër i cili ka fuqinë dhe peshën për të detyruar të dy palët në konflikt, ose rrethanat që shtin për të arritur aty në mes. Jemi larg ende kësaj, ka vetëm dëshira, shprehet, sepse për izë vërtetës konflikti i kanë lodhur të dy palët, qoftë Rusinë, pavarësisht se duket, po edhe Rusia është e lodhur, sepse një luftë të konsumon në gjitha kuptimet, qoftë ekonomik, qoftë ushtarak, qoftë psikologjik, etj, por natyrisht më së shumti Ukrainën, e cila për izë vërtetës nuk po sheh asnjë rrugë dalje nga kjo situatë që prej 4 vjetësh. Dhe në rast të një përfundimi të një lufte, zoti Kamberi, dhe arritjes së një marrëveshje paqe, si del Ukraina dhe Rusia nga ky konflikt gati 5 vjeçar? Natyrisht, mbas një periudhe konflikti, secila palë do të prollogarisë dëmet e saj, të dy palët kanë mësuar dëmë, respektive natyrisht Ukraina, pavarësisht se është vetëm mbrojtur edhe fal aleancës që ka pasur me vendet e Bashkimit Evropian
edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një periudhë, por natyrisht është territori më i dëmtuar. Ajo çfarë do ta përkufizonte një marrëveshje paqe do të ishte forma e saj përfundimtare. Në qoftë se në formën e saj përfundimtare palët të dyja, qoftë Rusia apo Ukraina, do të hiqnin dorë dhe si logjik i bie të hiqin dorë. Asnjë marrëveshje paqe, pastaj ato janë marrëveshje kapitulimi. Në qoftë se mund të shkosh në një vend tjetër, ta pushtosh dhe pastaj dikush, por një marrëveshje paqe e cila paraprihet një armë pushim, tregon që asnjë palë nuk arrin rezultatin që ka pasur në mend që kur ka nisur konflikti. Pra, në një marrëveshje të tillë paqe, secila palë feston gjysmë fitore, po jo fitoret. Dhe a ka garanci që Vladimir Putin, nëse arrihet gjithmonë kjo marrëveshje paqe, i mbyll hesapet e tij me konfliktet në Europë? Më thënë, të paktën ne gjykojmë nga deklaratat, pastaj nga qëllimet janë gjë tjetër. Po të nisesh edhe nga një arsyetim logjik, konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës është një konflikt që nuk nisi 24 shkurt të vitit 2022.